Ish-ministri dhe deputeti i Kuvendit të Kosovës, Arsim Bajrami, ka shprehur gatishmërinë për të kandiduar në zgjedhjet për president. Në një postim në Facebook, ai ka shtjelluar kërkesën për kandidim duke shprehur përkushtimin e vazhdueshëm për fshirjen të betejës ligjore të ish-krerëve të UÇK-s në Hag. Thirrje për unitet politik për zgjedhjen e presidentit të Republikës Kosovës e ka nisur ai shënimin e tij, duke theksuar më tej se përtej dallimeve politike dhe interesave partijake duhet të ndërtohet një unitet politik konsensual për zgjedhjen e presidentit të Republikës së Kosovës me qëllim shmangjen e krizave të panevojshme institucionale, rrezikut të shpërndarjes së kuvendit dhe mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme. Shpreh gatishmërinë time për të vënë veten në dispozicion të institucioneve dhe spektrit politik dhe të qytetarëve të vendit si njëri prej kandidatëve konsensual për president të Republikës së Kosovës me përkushtim të plotë ndaj unitetit kombëtar, forcimit të rendit kushtetues, stabilitetit institucional dhe përmbylljes së procesit të shtetëndërtimit në shërbim të qytetarëve dhe të perspektivës europiane të Republikës së Kosovës, ka përfunduar ish-ministri.